8 marsi, fest apo protest, pjesa më e madhe e grave dhe vajzave në Vlorë e shohin si një ditë feste, duke trajtuar këtë ditë të veçantë për to si një ditë festive, me lule në duar, duke dalë shëtitje krah bashortit, me dhurata simbolike. Gratë dhe vajzat në Vlorë kanë kaluar këtë 8 mars. Për gratë dhe vajzat, pasuria më e madhe që kanë është familja, pavarësisht nëse kanë ose jo të mira materiale. Ato nuk harrojnë të japin edhe mesazhet e tyre të urimit për të gjitha gratë dhe vajzat për jetë të gëzuar dhe sa më shumë lumturi. 93. Ke dalë për fest apo për protest? Për festa. Kam në fëmijë, thoj më mbaj në plumb të dorës. Po, thashtë. Shumë mirë kom jetu. Me fëmijë sot po më shikojnë fëmijët e po mbajnë plumb dorës e pas në qenë none lumtur që kom po nonë. Të ngarkume kur ka njeriu fëmijë shumë, po mëse kur të rritën gëzon e të shtot jeta. Për knajsin ton, boll hallë kemi, ta festoj kush doj festën e demonstratës. Çfarë është kjo ditë për ju? Unë e kam si çdo ditë e zakonshme, Në nëntime jaku e kam, 6 vajza 3 djem ka bësh, pin jaku e ka. Te Riviera. Si ndihesh? E lumtur. Nuk ka ku të vej më të lumtur jam. Po thonë gjitha të lodhe që e kom pas tash mash për blej. 9 shpëtore ka kjo, 6 shupa e 3 djem. Trego pak, e marrë një dhuratë sot? Unë nuk i pëlqej dhuratat. Pse? Nuk i dua. Jam 70 vjeç e kurs më ka bërë njëri dhurata dhe vetëm në nëstime i bëra këtë lulen. Ja. Ma, nuk e haruar që tash këndash dashurin me anë dhe një dhuratë. Ja dash në nëstime. Dhe tani dashoj lokal. Çfarë simbolike ka? Ajo dhuratë radh parë. Lulja qa simbolika thot djali. Fëmijët e mi, janë 6 shupat e kësaj këtu, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe nëna dhe 3 djemt e saj. Hajde tani. Gjithë nënat jenë të lumtura, të gëzuara dhe të jenë mirë. Shëndet të gëzojnë, shëndet plot. E lumtur më duke sot. Shumë. Që Zotit jam nënë e gëzuar dhe e lumtur. Ke marrë edhe dhuratën e parë? Po, patjetër. Na bashort. Po, patjetër. Urtësi, butësi. Ose bashklafe shumë e burë, ose prishësh. Fëmijët të uruan besoj. Po, patjetër. Ata ishin të parët. Fest apo protest, fest, dashuri dhe mirësi për të gjithë. Ja, do dalë, do pim, do shoqëroj me njerëzit e mi, me shoqe. Ke marrë dhe dhuratë, që lule. Ma bëj mesazh urimi. Gëzuar të gjitha gratë, nënat, shqiptare, çfarë janë. Ne do vim për drek. Do vetë ham drekën për jashtë, se kam ardhur mbas kaq vjetësh këtu. Kështu që do të festoj në vendin tim. Ku jeton? Në Greqi. Në Greqi. Po. Si e shes të fest? Se e she pak me syrin ndryshe nga që ke qenë mirë. Po. Kam ndryshuar çdo gjë. Me vakët besoj. Me të gjitha kam ndryshuar. Me ambient, me të gjitha, me të gjitha. Duhet jetë fest apo protest? Jo më që me protesta, që duhet protesta, festa, Na mbyll me një mesazh. Jetën të jeni mirë, shëndet, e nëmëtorit tim. Por ka edhe nga ato gra dhe vajza, të cilat 8 marsin e shohin si një ditë proteste, si një ditë për të ngritur zërin për të drejtat e tyre të mohuara, duke kërkuar të drejtat e barabarta. Varet. Pse varet? Po varet sipas ekonomisë. Po si e ke ekonominë sot për flas? Jo mirë. Sa do bësh për të 8 mars? Po një gjyro me burin edhe në shtëpi. Duhet ishte ditë festa apo proteste? Si është? Më shumë ditë proteste. Pse proteste? Po se kështu e meritojnë gratë të gjitha, jo vetëm ne, po të gjitha në mbarë botën. Ma mbyll me një mesazh urimi, çfarë do ju uroj grave? Ju uroj të gjitha vetëm të mira, asnjë gjë tjetër. Vetëm të gëzuar 8 marsin edhe të jetë ditë e mbarë për të gjitha. Pa bashorten, do të jemi si një lule e cila gjendet në shkretë të tjerë, pa ujë dhe pa jetë. Kështu e përshkruajnë jetën e tyre burrat, të cilët në këto fjalë tregojnë rëndësinë që ka për ta bashortja. Për ta, një ditë festive duhet të jetë çdo ditë e jetës së grave dhe vajzave në Vlorë dhe jo vetëm. Por juve. Dhe ja, jeta nuk ka kuptim pa një marrëdhënie të mirë bashkëshortore dhe për të dhënë një mesazh për fëmijët, për nipër, për mbesat, që dhe ata të ndërtojnë një jetë të lumtur, të gëzuar dhe jo me interesa. Ja, do të them si një pemë në një vend në shkretë të tjerë vetëm. Ose si një bim, jo pemë, po si një bim në shkretë të tjerë vetme. Kaq. Një tuf me lule, një dhuratë simbolike,
shëtitjet nga deti dhe dikush për drek apo darkë në restorante. Kjo është panorama se si e kanë kaluar 8 marsin në Vlorë si një ditë festive gratë dhe vajzat, ndërkohë protestat apo aktivitetet për të kërkuar të drejtat e grave dhe vajzave apo dhe reagimet qytetare në këtë 8 mars në Vlorë kanë munguar.